Janë 400 cupa, janë super hark, janë pullet mira, janë edhe për vezën të mira, po edhe të mishit. I kemi 10 cupa qura janë, edhe 3 gusa veç për qef. 30 cupa i ka tabla, është 8 euro. Ja pulle nuk shes, ja nuk i shes se kanë veç për vezë. Pas më tëra për cupë nuk i lojnë vend, po edhe 20 me dha nuk i dha. Mendoj më shku dej në rreth 1000 cupa. Miqtë mi, përshëndetje nga unë Dorontina. Sot kemi ardhur në fshatin Arllat, komuna e Drenasit. Një fermer i cili i ka 400 copa pula. Për ma shumë hajdeni me neve. Përshëndetje i nderuar, je lodh? Që, heq ta kanë edhe me dorza mos ta. Ja, jam se jenë punë, ju kuptoj. A je lodh që shje? Me punë mirë? Mirë, për kaloj. Po na tregon për këto 400 copa pula, ideja, pse, që shfilloj, që kur i mban, veç po kalojmë që të pjesën qëtë? Që 2 vite? Po, viti 2 ose vjetë. Po. Kem një biznes, kem një shtallë lëve të qëmshtura, është biznes familjar, po një vllat ju bo marak me marrë dhe me pula, të katonit, me ushqy bio, do ma kanë vetëm kullus edhe kalambëq misër. Nuk ju ushqimet i të sanë. Vrehen që janë edhe shumë që ndoshë ashtë? Janë 400 cupa, janë super hark, janë pullet mira, janë edhe për vezën të mira, po edhe të mishit nuk janë dëpta, janë të mira. Që shquhen këto, se qëfar race? Super hark. Nga e keni marrë? I kena marrë është një fermë tjetër që i rritë zajt për e ty në këshi. Do më thonë është në Kosovë? Po, në Kosovë. Do më se keni marrë t'ikon? Ja, është race e huja, po këtu në të na, do më të na qelen zaj, tani kush ka kërkesa, mirën zaj të vogël rritën. Apo është e vështirë kjo puna me umar, me pula, ose në qa keni për shembull vështirësi, ose sfidi ma shumë ashtu të thamë? Na, për momentin vështirësi nuk kem, se njëherë mirën nuk është i dëmë të u kërgjo, përveç që ujnë që s'kem, e kem problem për ujë, për do të me bartë me këtë bidonat. E keni larë këtë pjesën e ujtë me i marë bidonat? I kem në fund mahallës është që e firma pula, ka bunar, ka ujtë mjaftu, shumë shka i marë i bi, njëherë mujtë do të me mush. Ja do të me ka ujtë pas të gjithë. Po shumë mirë, kushtet po vrenë që jenë shumë të mira, e po shë dhe këtë djalli, ju që të ke vazhdimisht miser. Po i ushqim me nëgjes i ushqim. Sa herë në ditë i ushqim? 2 herë. Me nëgjes një herë edhe herë 3 ora, në 4 ora vimi këshyrë, më s'ka diçka, të bëjmë vezë, edhe i qisëm edhe herë. Këto normalisht kanë edhe pak aty mbetjen e për tokë, shkojnë të ushqy gjatë gjithë kohës. Po këto shpurdhin si pullat që s'ka, po ma shumë i qisëm edhe misër. Marok i ty në është kullus, gjelbrem bari. I kem 10 cupa qura janë, edhe 3 gusa veç për qef. Veç për qef? Po. Kështu vezë, i shesni? Po, ka kërkesa të mjaftueshme. Për shembull, sa keni një tabëll? Një tabëll 30 cupa i ka tabla, është 8 euro. 8 euro? Po. Mendon që është çmim i arsyeshëm? Të e marr parasysh vlerën që ka jo vezë dhe diferencimin mes vezëve çfarë mi mësuam i blen në markete? Po, ja, këto janë bio, për ata dhe çmimi është 8 euro. Se në markete mos gabosha 2-3 euro, nuk e di sa janë ato të ferma, nuk e di. Këto ka kërkesa non-stop thirrin, edhe marrin, vinë prej Prishtinë, i merr 5 tabla, 10 tabla, se për kësajde zbat fjallë, nuk lojnë vend. Do thotë keni ju klienti ju të rregull? Po, kem klient të rregull non-stop marrin. Po, për shembull gjatë javës sa herë marrin klient? Po, varet për kërkesa tyne, ka në 2-3 ditë për shembull, qaj që nuk i shkojnë më shumë për familje që i marrin, ose njëherë një javë vjen i merr 3-4 tabla. Varet për tyne. Tashme që je mujnë e madhërishëm të Ramazanit, po besoj që keni kërkesa ma të mëdhoja dhe ma të shpeshta? Po, ka kërkesa non-stop. Non-stop? Non-stop ka kërkesa. Për Bajrama, e keni nërmen kështu me shit në i njom Pula... me hongërën drejt Bajramit? Pula ju, ja pullet nuk i shes. Ja pullet nuk shes, ja nuk i shes se kanë veç për vezë. Vetëm për vezë? Veç për vezë, po nuk i shes. Se më thirën non-stop, kalojnë njerëzit sajde, edhe thirën është numri idealit, bële atë, edhe thirën në vynë 2, 3, 5, 10 copa, po nuk i eke. Nuk i eke, s'kam qef mi dëmtu se janë zëgë 3 janë gjitha. Edhe sikur të kishë ofru një çmim i mirë, nuk e shet? Hiq, pas më tëra për cupë nuk i lojnë vend, po edhe 20 me dha nuk i dha. Nuk i eke. Mirë, 15-20 është. Po si eke?
nuk i iki. A mendon me zgjeru këtë biznesin? Mendoj me shku deri Deri në çfarë numri? nuk e di dikon rreth 1000 copa. Për shkak se e pas kanë Një 40 orë dhan. o bërë pas këtë Po, mjaftueshëm. mjaftueshëm është 40 orë është dhan. Edhe gjithçka po shihet kështu e sigurt që nuk kanë ka me nuk dal është ju, me dal s'kan ka me dal, dhe njerë nuk është të i dam tu kur gjë. Shoqërçaja e rëndësia kanë ndodhur ndonjëherë kështu me ja u hongër Vitin e kaluar ka një dhej për navigje diçka prej bjershke. Edhe mi ka dëmtuar diku një 9 cupa një herë. Po tani fati mos më dëmtu më shumë një kertë në rrugë kish pas shkel. Edhe më pështu i mbej sona. Ja hupi foren. Më thati ndërum që keni edhe krerë të lëp. Po, kemi shtallë. Sa copa I keni? I kemi qëtash për momentin 13, e kom bo një zgjerim të shtallës më të madhe, që tjo shtalla jam. E kom bo rritin e shtallës, me nej me shku dikon 30 cupa. 30 copa? Po. Apo është e Për fshirë? 23 cupa lëp qumshtit, kam venat. Po tani kam edhe venat për majmeri, për viqa, për bika. Po, apo është e fshirë me humor? Sa me shtallën, sa këni me Kja pula? ka punë ma pak pula, ka punë ma pak, thoja unë relax. Me dalë 5 minuta me këqysh ka babat, edhe jemi edhe ashtu jemi gjerushëm, pa do të me dalë me jetë s'ka pak. Shtalla ka ma shumë punë. Po, ajo dënë disiplinë më të madhe. Po, disiplinë që shtash për shembull ato janë roket, s'kan nevojë, nuk ka jo s'kan nevojë, po nuk kanë qef me shku minutë mi quhe, se ato janë ro pushojnë. Po. Po. Edhe është atje unë pak puna marra, se është pleho, do të me imi mjel, ran, për shembull, është ngarkesë. Pjesën e mjeljes, të fitimit qumshtit, I keni ato makinat? Po, kemi makinat mjelse. I kemi makinat mjelse, dhe teknike këna ba, mirëm zakonisht të në shuqe edhe djali. Ka ndihmu dikush për këto mjetet? Allah ato po krejt ka pak ato këto nëjsan mjete vetanoke të thotë. mjete vetanoke jo mas shumë ti. Shoqata produzës qumshtit ka herë në ofren, ole në lisa uj, në ka ofru ndim, e kem shoqatën, në përkra për çdo sen, edhe komuna ato këtu ka herë kur ka donator të uj. Se nuk kem, prej komunës shumë pak kem. Qumshtin? Qumshtin e merr një firmë Skënderajit. Do thotë keni lidhje me një firmë. Po. Edhe vetëm ata e morrin. Vetëm ata. Dikush tjetër jo? Ja, s'kem me kërkan hiç. Vetëm aja e merr, e ka është ai laktofrizi që e mon konstant temperaturën. Vjen e merr një ditë po, një ditë ju. Nëse për shembull është i interesuar ndonjë klient për qumsht, Kom pas klient dikon 20 A ju jep? familje, i kom pas po i kom ndërprej. pse? I kom ndërprej se për shkak të me shisha kesh punë më shumë. Apo. Mi pastru, dashje se me maj mojt mund- përgjithësi, me ka shisha gjithmonë e pastër. Ndoshta dhe jenë vonu klient, Po. do të me kon pak më I fresk. Po dhe gati ka ngarkesë më shumë. Po. Baki ti ta ka caktu venin ku me lën shishën, aja shu e ka morë me vënes, ajo prisht, ka thirë në telefon, valla s'ka ka mirë, sa konfoj jam, shtu I kom ndërprej. Më ka orkesh dikon për një 10 familje që janë kohë shumë korrekte, po mu dash me ndërprej krejtë. Normalisht, u kom zgjidhja juve po, dhe keni pas arsye. Po ma pak punë, po kryt e ke ma qetë, kër e merë kompania. Po. Se është temperatura konstant, e merë qumshtin komplet, s'kem përgjithësi kur gjo. E pash që edhe djali po ju ndihmoj Po, ke. Mos e bën punën më të madhe me pula djali. O, djali punën më të madhe e banë edhe në shtallë atje, sa atje kem punën më të zëshme. Edhe atje përzihet, Po, tre pjesë. jem atje. Sa mirë. Tre jem, këtu është kjo më aktiv. Unë veç vi ka herë me jetë, me dalë me jetë që minimum u qysha ka nisam, se atje jem tre, unë e shu që edhe djali. A këtu me pula mirët më shumë kjo. Po e shoh edhe koçakun. Po, që ajo është. Është koçak pak më ndryshe prej aty në të zakonshme që na jemi mësuar me I po. E kem pas që tonë që do. Për momentin kur e kanë nis me 200 copa, 250 copa dikon. Sa I kemi mjaftuar shumë Po. kjo pjesa? Po tani një vllai I vogël atina ju do që nuk është dhani mjaftueshëm, e kena marru qita. Kjo është 5 I kanë venat ku bojnë qërë dhe vezë, nëse dhe në djoli mi po vezë bjë. Po. Për shembull gjatë ditës, sa vezë? Mos u shqetësoni se nuk ju bëj kur gjë. Për momentin Sa vezë për shembull gjatë ditës sa arrin me I bën? ka klima dimni të koftëft, e pak patëra prodhimi.
Patro prodhimi. Përkundër që pendlat jamojna të nxehtësinë trupore. Ndikon klima. Po thu Northin. Po. Nuk Northin, po e nol prodhimin e vezëve. E pak e hup. I dëpson. Po i dëpson, pak njën ma të stresuar për shembull, moshetit nuk kanë shumë për shembull kur ka dhe burr të madhe, e i bjen zakonisht veç rreth koçokut. Po me një fjalë bon ma demilica. Po. Po ndimër këtë Po demetove pak. bjen prodhimi bjen pak. E çto është mirë. Po. Çto është më mirë. Për shembull, çto janë ditët sotme, po. Ditët sot janë. Ka vanena, shanina, ka çurat. Hin bojnë. Mashallah goxha bukur mirë pas kanë botën. Po mirë, nuk kanë keq. Mirë shumë. Ndrum, nëse keni edhe diçka me shtu më na tregu çka na nuk ju pyetëm ose s'po na bjen ndërmend. Ty po di. Nëse keni ndaj kërkesa diçka mundi më shpreh lirisht. Unë kaq kisha me këto pyetjet e mia. Unë veç u falenderoj juve që keni gjetë ku. Thojmë na derën qele keni çdo herë, mori me armë na po këtu edhe të shtallën e ditë, po për sot atje janë pushuar shumë, të kthyen me ditë tjetër kur tini ose ty bie punë kësaj dhe na kontaktoni. Na kontaktoni s'është problem. Ju thirrëm telefon vim ekstra vetëm për firmë. S'është problem. Tek lopt atje edhe i shumë përse ofermi, bisedojmë. Ishte kënaqësi nderuar, të falenderoj për kohën. Faleminderit edhe juve. E punë të mbar.